Erion Garanxha ka marrë zyrtarisht detyrën si drejtori i ri i kadastrës në Vlorë. Paralajmëruar nga televizioni 6+1 Vlora fundjavën e shkuar, tashmë kreu i ri i këtij institucioni ka marrë zyrtarisht detyrën dhe është prezantuar gjatë kësaj të mërkure përpara stafit të drejtorisë së kadastrës. Garanxha zvendçon në këtë detyrë Ergys Skënderin, i cili qëndroi vetëm pak kohë në detyrën e drejtorit të kadastrës në Vlorë. Erion Garanxhi, zyrtarisht drejtori i kadastrës në Vlorë. Këtë të mërkur drejtori i ri i këtij institucioni u prezantua edhe përpara stafit, ndërsa qysh në orët e para të mëngjesit mbriti në kadastër për të nisur zyrtarisht edhe detyrën e re. Vlen të theksohet se kadastra e Vlorës nuk ka gjetur qetësi gjatë gjithë kësaj periudhe, ku një numër i konsiderueshëm drejtuesish janë ndruar në këtë institucion që për hir të së vërtetës vijon të jetë problematik dhe që nuk ofron zgjidhje për qytetarët të cilët prej vitesh rropaten në dyert e kadastrës. Aktualisht kadastra ka mbyllur dyert duke qenë një institucion i cili shërbimin e jep online, ndërsa vlen të theksohet se qysh prej një viti janë larguar nga Vlora edhe drejtoria e zyrës regjistrimit të pasurive. Pra ky sektor i rëndësishëm dhe në Vlorë ka mbetur vetëm sektori i legalizimeve. Drejtori i ri i kadastrës në Vlorë, Erion Garanxha, vjen nga Tirana pas një eksperience si drejtori i Agjencisë së Legalizimeve të Veriut në kryeqytet. Garanxha pritet të japë një shtysë edhe më përpara punës në krye të kadastrës së Vlorës, një institucioni që ndër vite ka patur problematika, por edhe nuk ka gjetur qetësi me drejtuesit të cilët janë zvendësuar dhe nuk e kanë mbushur 6 mujorin dhe është pak për të thënë vitin. Megjithatë pritet të shikohet se sa jetë gjatë do të jetë edhe kreu i ri i këtij institucioni Garanxha, i cili mori detyrën këtë të mërkurë.